Presidenti i rrëzuar i Venezuelës Nicolás Maduro është arrestuar nga forcat speciale amerikane një operacion të befasishëm dhe spektakolar të zhvilluar në zemër të Caracasit, që u pagzuar me emrin Operation Absolute Resolve. Maduro aktualisht ndodhet në paraburgim në New York, ku pritet të përballet me drejtsinë amerikane për akuzat të ngritura prej vitesh për narkoterrorizëm dhe krime ndërkombëtare. Ironikisht, kjo goditje ndaj tij vjen vetëm pak muaj pasi vetë Maduro akuzoi publikisht një rrjet të mafias shqiptare me qendër në Ekuador për një tentativë të supozuar për të rrëzuar nga pushteti me atentat. Në maj të këtij viti, në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp, ai deklaronte me tone alarmante: mafia shqiptare që sundon Ekuadorin ka dërguar njerëzit e saj për të vendosur eksploziv këtu në Venezuelë, janë terroristë. U shpreh ai më 25 maj, pikërisht ditën e zgjedhjeve presidenciale, ku ai pretendonte të fitonte. Sipas pretendimeve të tij, mercenarë të rekrutuar nga mafia shqiptare dhe kolumbiane ishin kapur nga shërbimet e sigurisë me plane për të kryer sulme terroriste dhe institucioneve dhe jetës së tij. Në deklaratën e tij përmendeshin emra si Erik Prince, themeluesi i kompanisë famkeqe ushtarake private Blackwater, si pjesë e një komploti ndërkombëtar për ta rrëzuar. Mafia shqiptare që sundon Ekuadorin dërgoi disa nga mercenarët e saj të trajnuar për të vendosur bomba në Venezuelë. Mafia shqiptare është kapur, ashtu si kur raportohet. Ne i kemi sekuestruar 3 telefona dhe që të 3 po bien. Mafia shqiptare po dërgon në Ekuador trafikant droge shqiptar dhe kolumbian, edhe në Novoa në Ekuador, deklaronte Maduro. Vetëm disa muaj më vonë, Nicolás Maduro përfundoni prangosur nga trupat e elitës amerikane dhe në vend që të përballet me atentate të supozuara, ai do të përballet me drejtsinë për akuzat që e ndjekin prej më shumë se një dekade.